Të nderuar deputet, e nderuara kryetare Haxhiu, i nderuar kryeministër Kurti, kolegë ministra, të dashur ambasador të pranishëm, mysafir, zonja dhe zotrinj. Vdekja për njerëzimin më spaku ka qenë një proces biologjik. Sokrati mendonte se vdekja është takim me të vërtetën. Urtësia jone e thellë popullore na vjen në formë të sublimuar frazeologjike edhe neve. Shprehja më e veçantë që e kam dëgjuar doli një ditë nga goja e një plaku tradicional i cili në një rast ngushëllimi na tha: duhet me vdek. Duhet me vdek. Vdekja si imperativ. Për lloj njerëzor nuk ka asgjë më të sigurt se vdekja. Por dikush i vdes familjes, njëri fshatit, tjetri qytetit, se kush komunës, dikush i vdes shtetit, e dikush i vdes kombit. Neve shqiptarve na vdiq Recep Qosja. Ai ishte një nga intelektualët, shkrimtarët, veprimtarët më të rëndësishëm të kombit tonë. Çdo krijues përshkohet nga një princip suprem, qëllimor, i cili është forca e vërtet shtytëse e veprimtarisë së tij. Por cili ishte principi i qosjes? Elani i tij ishte liria kombëtare. Prandaj gjithçka prodhoi e ka formën e luftës kundër shtypjes. E lufta është strategji. Bazamenti i saj i parë, shtresa e themelit, është vetdia. Mbi të pastaj ndërtohet e sigurt ngrehina e shtetit kombëtar. Në këtë kuptim, me të drejtë u tha edhe këto ditë që ai është rilindësi i fundit. Qosja besonte se duke qenë një komb i rrënjosur në gjuhë, unifikimi gjuhësor i shqiptarëve ishte proces i domosdoshëm i unitetit të vetdijes kombëtare. Më 1968 ai kontriboi në konsultën gjuhësore të Prishtinës, e kur jemi këtu pikërisht sot është 58 vjetori i konsultës gjuhësore të Prishtinës, kurse më 1972 në Kongresin e drejtshkrimit në Tiranë. Në punimin e tij, aty ai u referua shkrimtarit të madh çek, Karel Čapek, i cili thoshte që poeti që e shpreh nivelin më të lartë të gjuhës, e shpreh njëkohësisht nivelin më të lartë të vetdijes nacionale. Pohoj se kjo vepër s'është më pak e dobishme se ekonomia apo ushtria kombëtare. Gjuha e njësuar i krijon konditat për shkollim gjithëpërfshirës kombëtar, duke e krijuar kulturën kombëtare pikërisht ashtu siç e shpjegonte Ernest Gellneri. Qosja mendonte se vetdia e konsoliduar kombëtare pashmangshëm e ngrit kombin në nivelin e organizimit të sakrificës së nevojshme që e çon rrethimin, duke kaluar nga robëria në liri. Mund ta imagjinoj pra çfarë gjendje shpirtërore ekstatike duhet ja ketë shkaktuar dalja publike e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Duke e konceptuar çlirimin si fazën më të lartë të zhvillimit dhe emancipimit të vetdijes kolektive, qosja është iluminist klasik. 3 institucionet në të cilat Recep Qosja kontriboi aq shumë duke lënë gjurmë të thella në to janë Universiteti i Prishtinës, Akademia e Shkencave dhe Arteve, si dhe Instituti Albanologjik. Studimet e tij mbi historinë e letërsisë shqipe dhe kritika e tij letrare kanë prodhuar vepra kanonike në këtë fushë. Qosja na la kryevepra edhe si shkrimtare prozator,
Me rastin e botimit të përkthimit në frëngjisht të romanit të tij Vdekja më vjen prej syve të tillë, shkrimtari ynë i madh Ismail Kadare konstatonte që kjo është një nga veprat më të rëndësishme që është shkruar në gjuhën shqipe. Publicistika e tij e gjatë dhe veprat me karakter historiko-politik përbëjnë një analizë dhe pikëvështrim të vyer mbi rrugën e përpjekjes sonë për rezistencë e organizim. Por në to gjithnjë formsohet programi i bashkimit ton kombëtar, i demokratizimit ton popullor, i emancipimit ton kolektiv. Gjithnjë ka menduar se Recep Qosja është intelektuali me idenë më progresive të relacionit mes advetarizmit dhe humanizmit. Ai nuk e përdorte as termin nacionalizëm, as termin patriotizëm. Termin të cilin rregullisht Recep Qosja e ka përdorur me shumë dashuri është advetarizëm. Ai ka koncept klasik dhe kulturor për kombin, si dhe për dashurinë për të, e kontributin për kombin e shesi organik dhe të vetëvetishëm për qenjen njerëzore. Ama në të njëjtën kohë shton se është shumë i vogël ai njeri në shpirtin e cilit ka vend veç për kombin e vet. Qosja mendonte se ne nuk mund të jemi progresivisht kombëtar nëse nuk jemi humanist universal. Duke qenë intelektualisht i mbrujtur në gurën e racionalizmit kritik dhe iluminizmit prej Erazmit te Volteri, Qosja bënte kritik të pa kompromis për ignorancën dhe arrogancën, për autoritetin dhe pushtetin, si dhe për makutërinë e servilizmin. Trupi i Recep Qosjes në la, me fjalë të Sokratit, ai e takoi të vërtetën, por edhe e vërteta e takoi kërkuesin e saj më të paepur, shërptorin e saj më të devotshëm. Qosja nuk është në mesin ton fizikisht, por intelekti i tij që e formuloi porosinë e madhe, gjithandej korpusit të tij krijues, vazhdon mes nesh si trashëgimi. Ajo do të jetoj përgjithmonë, do të lexohet e do të studiohet, do të diskutohet e do të prodhoj vepra të tjera, do të ndiqet e do të frymëzoj breza. Në dorën e popullit ton, të cilin ai e deshi kaq shumë, do të jetë një pishtar drejtlargët i pashuar për të ardhmen. Lavdi jetës dhe veprës së Recep Qosjes u prej në paqe shpirti i tij.